Të shtunën në Prime u transmetua një klip ku Danja thoshte në dhomën e rrëfimit se Egli që kur është rikthyer në shtëpinë e Big Brother në VIP 4 synim ka Rozanën dhe jo Gjestin, kur në të vërtetë ky i fundit është ai që i ka bërë më shumë dëm. Ishte Gjesti ai i cili e nxiti një debat mes dy banoreve, duke thënë se ato të dyja janë larguar nga njëra tjetra. Egli tha se pavarësisht asaj që dëgjoi në Prime nuk ishte mërzitur me të, por ajo i ka qëndruar tepër e ftohtë me të. Egli i tha Danjës se ka tendencë që të bëjë debat me të, ndërkohë që kjo e fundit i tha se kjo është e dyta herë që banorja e nxjerr keq. Gjatë debatit të tyre ka ndërhyrë edhe Gjesti, i cili dukej shumë i kënaqur që e prishi marrëdhënien mes tyre. Gerta i tha Eglit se të njëjtën gjë Danja i ka bërë edhe asaj. Pas Gertës në debat u përfshi edhe Rozana, e cila bëri një debat të ashpër me Eglin. Më pas Danja i tha Eglit se ajo kishte dashur të rrinte me një vajzë që të mos të rrinte me Gjestin. Je kokra e interesagjies dhe mua mos më fol më. Siç nuk të kam folur mos më fol kaq, i tha Danja, ndërkohë që Egli ja ktheu po një lloj. Ata janë bërë të gjithë bashkë, mua nuk më japin as debat as muhabet as gjë, ata le të shkojnë të gjithë bashkë në finale, nuk më intereson fare, i tha Danja Rozanës.